Që nga koha e luftës gërshërësh, apo jo? Rrugë, diçka e kam një kotit në dimës së parë, edhe kur në momentin kur s'kishin mjekas në infermiera as kërkon ofër, mu më shtash që t'i përvjeri duhet, si që më thojke edhe komandant Ramushi, shi vrapat ku shërinë se erë një plagosur. Unë i thësha, o komandant, po katalurës se se kom profesion, po këqyrë të këse dishka ti me bo, mos në shkon të ke një pacient të ke me hun vjetër për një ndim, për një leksion, për një diçka. Edhe kështu që falë Zotit, edhe shpirtëgjërësisë time, i përvjen shaturët edhe i marrë me të plagosur, sa për mujtë në injekcione, pak e kisha një dilemë, frike, një dozë frike, por një infuzione shumë e sigurët. Se e shishe që ka po ndodhë me infuzion. Ama, kom pas raste që më kanë orë për shamu të plagosur ushtarë me plagë abdominalet feva, shumë randë, edhe hapi parë që kam ka qenë një infuzionin ACL, e kujtoj edhe sot, edhe një injekcion diconone, do shta në fushën e mjekësis nuk i di termat mirë një shqiptu, edhe një injekcion kontradiktë, të para që kanë qenë infuzion që tu, edhe pastaj trajtimi fashimi i plagës, se këtu më kanë ndihmu shumë se kam qenë një herë një muaj në një spital në ortopedi për cilës e pacientit. Një ohë plagë kemi pas, atë mirësi ka qenë se aty kam arrit një odhije dhe profesionit. Edhe gjithë kom pas andër mjekësi me studiu, po atëherë nuk ishin edhe kushtet për me vazhdu studimin në mjekësi. Edhe, do më thonë, të këto bashkë ortopedia shumë më kanë ndihmu, se kam qenë një muaj për cilës e pacientit. Edhe ku kishte thyrje, frakturat, mbrëmshme, t'jashme, me trajtu një plagë, me fashu, me mja vendos një longet, mja vendos një tras, një karton, një diçka, sa me sa mu e plagën, dhe sa venin edhe dikur në për gjumat e disa mjekë të qerën, dikur edhe ata u këthyën dhe filluan me ndihmuan. Dhe zonja Sevdije, do t'ju pjesë përmende pra pak a shumë për punën që ke trajtu, problemet që kanë qenë, po